Ashtu si Spanja, që nuk e njeh pavarësinë e shtetit tonë, njëjtë është edhe Algjeria, tek e cila do të udhtojë me 39 sportistë të prirë nga kampionja olimpike Distria Krasniqi, e cila bashkë me të tjerët besojmë shumë se të ta bëjnë Algjerinë ta njohin vendin tonë, duke respektuar jo një herë, por shumë herë simbolet tona gjatë ceremonisë së medaljeve. Përfaqësimi i shtetit në gara sportive ndërkombëtare, përveç që reflekton sakrificën tuaj përfitore, mbi të gjitha reflekton dashurinë tuaj për Kosovën. E them këtë kështu për shkak se përmes performancës tuaj ndaj rivalëve në fushë, në fund të fundit është garë ndërmjet Kosovës dhe cilit do shtet tjetër që ata të tjerët e përfaqësojnë. Dy bartës të flamurit i kemi, Egzon Shala nga Mundja dhe Fortesa Orana apo Luanesha, karatistja e jonë e suksesshme. Është hera dytë që marr pjesë në lojrat mesatare, kështu që ju uroj shumë fat edhe suksese gjithë atyre që do të marrin pjesë. Shumica janë pretendent për medale. Këto po e them me sinqeritet, është kënaqësi që tash po vinë medale edhe nga sporte tjera, boksi, karate, atletika, po besoj që do të na bashkangjiten edhe sporte tjera.